Zotëri, si ndjeni? Mirë. Mirë, jeni mirë? Po. Jeni i sigurt që jeni mirë? Po, për çka shoh, po, nuk jam për mjek. A se ke menduar ndonjëherë që ti ndoshta kur je mirë të mendosh pak lloj për tjerë se ndoshta më gënjen mendja them që jam mirë dhe s'jam mirë. Po, Asnjëherë se ke fut veten në këtë lloj pozitesh që të mendosh? vetëm kur më shku te mjeku se kam menduar tonë herë që jam mirë. Po, a ka pas raste që ti ke qenë më mirë se mjeku? Ka pas rast. Ka pas raste. Po. Po kur ju thot kryeministri për shembull që ju thot që shqiptarët janë çyryk, janë gjysmak, janë autik, kanë probleme, etj. Po, kjo janë fushat. Kështu thot ky, kështu thot ai. Po. Po. Po mirë me shkuar deri në pikë me thonë që shqiptarët janë gjysmak. Sa vjeç je? Unë 31. 31. Emri Alben Brojkën e Sali Gëlmenin. Emri këtu në Tiranë. Emri lonën që shokon. E pove si boni di Roma. Tiranën për 12 vjetë. Çe ka bu? Shilonën më, që cirojnë zështë. Të kënaqër lonën, Tiranën, rrugën e Lebasadit. Lana çfarë është Lana? Ja, Lana me gjithë respektin që është lumi i Tiranës. Respekt për emrin. Po. E mban si emër aty që shënohet, diku në hartë thonë që është Lana. Është një kanal i ujërave të zeza që ku ndërmon gjithmonë njerëzit kur kalojnë tek urat e Lanës në çdo degzim që ka, në çdo kryqëzim që ka, ikin me vrap njerëzit të çajnë hundët. E mamën këtë vend. Qysh ishte? Sot Europian, shie ata, çka bën njerë në Velia. Shie. Ato çka bërë në Velia për shë sot. Është burg. Po që është burg ka grabit ajo ne dim krejt populli. Po, shie sondazhin, qysh ka me dal Tirana. Kush sondazh? Këtu. Sondazhi aty njerëzve që shkojnë. Gjën e Diramën që thotë janë gjysmak, janë autike, kanë probleme, do të trokasin, të çajnë duar, të bëjnë duar gjak. Po pse ka atë këtë vot? Pse ka atë këtë popull më rapa? Vota juaj vetëm me Afinën merre. Po, ku ta marr? Merre si doli, a thu me autobus ta shkoj atje? E pesa ndoshin në Amerikë. Trumpit. Ku duol? Nuk bon. Thonë Realin. Po, kush është Reali? Për 12 vjet a shiti pik gjoki. E di Roma. Shqiptarët pritën ditën për diell. Merr 97. Merr vlorën. Një javë para disa ditësh kërciti armas, zgjedhë sikur të autori, familja, hospital. Vritën në Amerikë. Cifrat e plumbave në barke shkojnë në Peronën dhe fasadat e spitaleve, vritën në Amerikë, ndodhin bëhen filma gjithani, Hollywoodi, ngjarje që ndodhin në Shqipëri, i bëjnë filma. Nuk bën kjo politikë. Thonë ke koka prom, inshallah se ka bos zot jam me mor Roma. Ju po mbani krahun. Në rahat. Koka. Shit 11-12 notje. Nuk bën në këtë pasion që bën ju me bë popull. Nuk bëhet popull. Populli ka idenë vet, nuk do të. Ma gjëkat, se populli sa kurkushi. Populli gjëkat që kërcove. Popullin e ka blerë. Me çka? Ai ka, po s'ka nevojë me blerë. Shmedia çka ka me dhon. E vërtetë është edhe kjo. Vërtetë. Qyrsheshi. E vërtetë është. Ka dhe nga ato media që qyrsheshin sa u vën. Sa i bukur. Shumë i bukur. Sa ndoshit e bojnë rrugë. Kur shoh me tingin e kur shoh tana këto. Këto i boju. Nuk bën kështu. Ju jeni pensionist me çfarë merrni? Me pensionist. Sa keni pension? Pension 220.000 lekë. 220.000 lekë. Çfarë profesioni keni pasur? Unë kam punuar me gjeologjin. Me gjeologjin. Po. Jeni i kënaqur me pensionin që keni? Çfarë më bëni ky para ordhsi? Me marr ritmu pensionin me babo. Po ky më lan këtë shkollë. Jeni i kënaqur me pensionin që keni? Po, shumë i kënaqur. Kënaqur. Po. Ju del. Kur shoh këtë vend, kur shoh këtë ndryshim, kur shoh këtë bukuri, unë jam tepër i kënaqur. Je i kënaqur. Po, qyri, gardicele, qyri, qyrshan, europiane, çfarë bukurie. Kje kula stol, kje korre, tani kje bukuri kje. Atër populli mendon gjykon, jo sikur jo. Sa t'ja më thani britni për ato, njerëz të britni për këto. Po tjetër në gjotë bukur? Në gjotë bukur për jetën, prapë hapi qikë syri, jena duke pa erësire komplet, erësire, si ka mundësime, o njërës, dëgjoni, mbani vesh, dëgjoni. Shqyri njerëzit, qëtësi, qyre bukuria që është, lëgërite. Nja ka bo, me polak, mërë turizmin, mërë bregin e di. Lënë nomin këtu. Nomin. Po, dalim të ikja, ka thonë Merkli. Gjithë kur të thënë për jetë më të mirë. Nuk ikin nga... Kur ikin dete, u mytën, që sa në ka ikin?
se do me shko dhe jenë edhe yti. Ku ta gjojnë, bëhet ma bukuri. Po, kështu ma jetë. Po, mund t'ikin 10, 100, 1000, po, ka ikje masive, pastaj, për çfarë ikin? Atë kalon të okën pa punua. Po, çka t'la? Po. Të okën e lëmë shatër ikën me romë këtu, ne gënjën e edhe me romë këtu. Kush e gënjën? Ne gënjën këj pari. Po. Po, ky tjetëri, dyti? Ky tjetëri, sa nuk bo a nuk janë po bashkë ta, nuk e që sikur kështu për shembull ta mendosh një moment thush, ore pritja se këto dy ndoshta mund të jenë bashkë. Gjajma një tri, noje. Gjaj një tri. Nuk ka fare të ri si gjithmonë kemi thonë të ri. Del Berisha 80 sa vjeç do të kthehem unë prap. Del ky tjetri që ofendon shqiptarë gjysmak autike të tjerë, çfarë si thonë domethënë, gjithë të zezët. Këto dy do e mbajnë 35 vite, po ky mua bët hidhe prit njëri tjetrin. A do me të kalëzue funin. Rama lufton edhe për këtë mandat për me elon histori për veti, edhe me dalë Merkli dytë, edhe Erdogani. Këtë me nënë edhe s'kam më fjallë. Pra Erdogani me Edi Ramën janë konë kokë kush është më mirë, edhe e kalon pak Ramën, e kalon pak. Qa të thëmë? Nuk e qafu më, del shpesh se s'kam pas i ditë, për zotin dhe kisha ndryshu me nime, nuk dhe ishe më kështu. Lullit jem ka qoj mesaj. Qoj mesaj, po Lulo? Lullit. Dhe zhua? Me 12, fol me Ramën pak, o Rama ku kjetër më vetën, fol me rësi me zërën 1%. Si as deputetin nuk me nëzirë. Lyek flok me boj këpuç e del Bukurosh. Del Bukurosh, e? Po pëse? Mëse... Saj mëllë, që e kaj mëllë me rëpia. Që e kaj mëllë. Kotë se... Do në thënë, po në thënë e gjotë bukur, për shumë, qa po prezentonë Rama për mandatin e 4? Pse du ta muaj Rama prapra? Rama? Ka bo shumë gjonat bukur, e thedi. Edhe lullet ka fillu qelin më herë, që kur ka marrë Rama për parë mandatin? U thëmë, nuk lufton as për lek, as për kur gjaver me i qua këto punë në vendin që duhet. Mirë, si, falemderit. Ka njërë si pysin. Kone Berish nuk pysin njëri i mirë. Mos me lënë pysin njërë si. Vallaj, kur është shavu të stradën. Po, autostrada, vetëm gropa ka. Gropa. Shkëm pak tura babus. Shkëm pak. Po, gropa, bi njërës dhe ti mrejnë për gropa. Aksidentës dhe ti vetëm për gropa. Ikën baram të surë, kësyre baram të runë sët, e kësyre për para. Kësyre pak. Që shabo? Tuneli Murrizi, për shemë, ke peti aty që njerëzit të dalin aty hapin ato dritare, dalin aty mojnë aja. Keni tërtë me folë kështu. Jo, është bukur për zemun, është bukur. Unë për lefdoj. Ka njerëz që ndalin njërë pasere. Po na thë çfarë do bëj tjetër më burse na fole vetëm për projekte që ka bë. Pse Rama do ta marrë edhe mandatin e 4, se madje synon me mandatin e 5 edhe 6, se 2030 thotë ai në Europë, jo në Europë, në Amerikë. Po të ka thënë. Kur ta presin mos të mapin popullin, u shkojnë punë të eme. Sa të mapin popullin... Se me qa punë mërë, nuk kem punë të atë ti. I që kem punë të ramët nuk. Sa të më do... Të tjesh vendin rifugës, tjesh atje, pa fushat vaje me Rama. Kura kom po në Afrin, kura kom po në Milano, kura kom po në Kretë, ka i kap. Këta thonë një në shku me autobuza, po kura kom po me bon të në eduazëm në ta, po i tut na. Kur gjënë këtu nga që ka mi dhonë diaspora. Ju ti kishin diaspora, kishin në Athinë kur ka shku Rama për bërë... Po, në autobuza shkuam. Shku me autobuza në Shqipëria. Shku me me tingin në më. Ja kështu mërë një tonë. Jo, unë kam fillu për Mësova pak duke të gjurë. 12 notje me qëfar petke po delë. Do ndryshojmë edhe këmisha, të veshin këmisha tjera të pastra, gjona, dhe jemi edhe bëheja të na ketë zilime, të dalin gjithë të shtetet bashkuara të BE-s, të bashkimit Europian, do vinë gjithë Shqipëri. Italia do bëhet pjesë e Shqipërisë, e kemi marrë vesh. Italia. Greqia do bëhet prapë pjesë e Shqipërisë, Ballkanit hapur. Gjithë Gjermania tani me krizën që ka, me këto sanksione që po vendos Trumpi, do vi këtu në Shqipëri, do bëhen pjesë, i komandoi gjithë Rama këto. Me Zvicërë, me Polonie, me... Kjo është e mirë. Kjo është e mirë. Po.
Sa e morën? Nuk ka më mirë. Nuk ka më mirë. Lere. Jeni kënaqur me pensionin? Ja, ta morëm Si gjesë këtë domë në ishtë. Nuk do mos i gjo. Si gjesë jemi në regull, po ishtë. Ka kemi i bë popullin. U i ka veta i tëra. I ka vetë tëra. I ka vetë tëra dhe përse zotri. I ka vetë tëra. I ka vetë tëra. Mushi qik menjen, mushi qik me manet. Mira. Jeni kënaqur, ë? Jo. I ka vetë tëra. I ka vetë, po kafën që ju dha? Jo, hula. I ka vetë. Nese prapë se kam nevojë prapë, mirë. As ka patum, as o ketë shtetë. Zotëria thotë që jemi mirë, jemi mirë. Nuk ka. Do japim Ramës prapë. Çi televizioni? Ne kanali Pisk në YouTube. Pisk, siç është puna, Pisk. Pisk. Zotëria thotë që nuk duhet flasim keq për Edi Ramën, thotë. Nuk duhet flasim jo vetëm për Edi Ramën, për politikën, nuk duhet flasim keq, nuk duhet ankohemi. Po s'ka, aja tha vetë. Shife çfarë zhvillimi ka? Aja tha vetë, ore. Çfarë tha? Jemi gjysmak thë. Aja tha të burrat janë qyryk, tha. Jeni dakord me këtë? Ne komplimente tilla s'kemi marrë ne. Ja, i ka marrë mendën tëra i vetëm. I ka marrë tëra mendën. Thotë që shqiptari janë gjysmak, autik, qyryk, si ndjeni? Qyryk është për vete. Është për vete, po zotëria thotë jo. Po ju zotëri si mendoni? Si mendoni? A janë qyryk shqiptarë, gjysmak? Shqiptarët nuk janë asnjëherë qyryk. Shqiptarët janë të mençëm. A vërtet ata kanë marrë në dorë qeverinë, ka marrë ata kriminalat mrapa që i majnë, hanë, pinë, marrin gjithë pasuritë, gjithë atë. Thotë me populli është qyryk, ka drejtë të qyryk. Se ne gjithë pushtetet vetë. Po, ka pushtetet se ne nuk ngriemi mlidhemi me njëri tjetrin, po ne shikojmë ta luftojmë njëri tjetrin. Nuk jemi të grumull, që ti djegim komplet mbrëm parlament, gjithë siç janë, 120, asnjë mos shpëtoj, se një shpëtoj është fare e keqe. Prapë ai dash mendar. Do infektoj tjerët. Do t'i zhduksh herë komplet mbrëm. Si ka mundsi këto pjesa tjetër shqiptarëve që i dorë trokasin ata kur thotë. Po japin ai 5 lekë, janë grupet kriminale që i japin lekë njëri tjetrit. Po gjithë ne i kanë rregulluar pipzat ata me njëri tjetrin. Me arri vetë shumizat, ti japi ty qik, ti gjihesh me qik, pa fjalla vjen ti. Fjalla vjen, më sartë fare fjalla. Po me gjihem me pak me fjallë, me thesmil. Po qa është thesmil? Thesmil mua mi mu vdes 5 ditë për para, se sa ta thesin ati. Qo se do thejmë unë ty tani, për shemë, jepja votën X-it, dhe e hapësht ti? Jo, më do shikoj vetë. Si e shef vetë? Kush është njëri u maj mirë? E shef vetë, pra arsyeton vetë. Du të thotë për shemë vaj, thotë, Ore hiq vetë, as njëri nuk e shumë. Por dy punën, thot vaj, jam në pozicion. Ore hyrë më deshe në punë, s'kam punë fare. Ma bësin derë, thot vaj, jem vaj im, thot vaj. Ore nuk bëjnë hiq derë, unë shikoj interesat e mija, ku më levërdis, për fëmijët e mi. Për fëmijët e mi. Si, për shumë. Unë deshe njërin... Fëmija juaj të futën punë, për shumë. Po, deshe njërin e mirë, una që drejtoj pushtetin. Që maroj shkollën, të vej ta bëm shkollë. Marrë rast hipotetik, fëmia juaj mbaroi shkollën dhe ka nevojë të futen punë. I premtojnë një vend pune nëse i sjellin 5 vota. Nëse ju i çoni 5 vota, do pranoni? Ja. Që fëmijët hyn punë? Ja. Seriozisht e keni? Se për 5 vota unë ashtu, po pastaj çfarë do bëjmë për 4 vjet? Se di hap ato 5, unë ai prap do hyn tjetri, pastaj pilloj thosha. Hiç asnjëri, atje kum takon vetëm punën. Ajo është shtet. Nuk është shtet me 5 vota, me thesmil marrin votat e tallet me mu, me popullin gjithë. Ai që kupton, ai që s'kupton tani, hajde po japi. Po si është realiteti? Kuptojnë? Realiteti kjo është janë përçar. Janë përçar, na kanë përçar politika, a? Përçar ata janë llogari ti. As 2 milion si jemi ne, 1 milion e sa kemi ngelur, 1 milion e 600 sa jemi. Domethënë 127 partia, 130 partia se kanë vajtë deri tani. Më shumë se sa. Kurse ai Amerika, sa milion është Amerika? 300 nuk sa është sa milion, 2 parti njihen. Pse s'ka ai parti 120 sa parti? Nëse edhe ky po e çon drejtin një partie siç ka qenë kohën. E ke pati si ky thot veç unë, thot jam veç unë gjithë ne. Po e kam beti që ana janë për çfarë? Janë për çfarë? Ana ma ke se komunizmi. Ma ke se komunizmi jemi? Komunizmi, po çu, un komunist. E ke jetu? Fali kam jetuar dhe faktikisht nuk kam qenë. E di çdo ton komunist, antar partie. Kishin antar partie. Prandaj flisin kaq bukur. Për çfarë? Si ka qenë atëherë në krahasim me sot? Çka ka më mirë sot domethënë?
Asnjë gjë s'ka. Sot ka vetëm krime, vrasje, drejt, shejtan, zhvatje pasurinë tate gjithë popullit, shkatërroi gjithë fabrika, drejt shejtan, materialet e komplete të ushtrisë, gjithë ushqitën komplet. Ne më futin xhep të gjyshoj, armë, hapin armën e gjasë, hapin i vodhi populli. Siguri, këtu flija unë. Ose unë Shkodër, se më për ushtrinë në Shkodër, në përmosh. Veja në Shkodër, aty të shesha, vija çadën unë aty. Çka ka pas të keqe komunizmi që sot se duan? Komunizmi, faktikisht, ka patur, gjithë e ka pas, se ato spitale kanë qenë pa lekë. Edhe sot pa lekë? Po sot të rjep lëkurën e, po s'pa të lekë, aty nuk pas e vdek mua aty, as du të di fare. Pa tere, spitalet ishin pa lekë, gjitha. Ishin gjithë i llojt në punë. Se unë kam qenë në vek drejtues, faktisht. Po gjithë mershin 5 lekë, që ishin shtëpi gjithë llojt. Nuk ishte pasurit, bodaj katet, lartë, gjithë. Ishin gjithë i llojt, me fjalë. Vetëm to kishte ai luftën e klasëve, e patë qik theksume. Jo, ky ka që pas gjyshin këshu, jo më këto, tordoverdhe ishin canë kot. I boshim në vetë si po... Vazhdo lufta e klasave? Po kjo ma keq, këta të vrasin fare. Vrasin, Këtë zhduk, po ju prish qik drejtimi, leka nësa du se pasuria e popullit, do gjithë, si po i dhim se lekë të ti, na ka i lekë, Që krimi sot djetë më shumë si sa në kohën e komunizmit? Që, po si s'ka, tani o sheshit fare. Sheshit është. Për çfarë vranë ta? Mos dukem sikur jemi kështu që flasim veç keq për Shqipërinë, për shqiptarët. Nuk kanë gjë të mirë sot. Për çfarë vranë ato në Pogradec atëre? Për çfarë vrau për Gërdeci? Për si ka emrin e harrova ti? Që vrau vajtë për gjujtur e shketje, ne s'duket. Pse? Se për të zbuluar, se ai ta zbulon të gjithë. Merresh edhe me konspiracione, Po. Merresh. Jo, po se qe aty e bashkë me Medinë me ata që janë ata. Armatimin. Vajtë e vramën atje, me zhduket. Pse zhduket? Nuk ka në gjë të mirë, në gjë pozitive sot në Shqipëri. Ja, unë për vete jo. Pse flet keq për vendin tonë? Unë flas për qeverinë. Po ju flisni realitetin e po. Realitetin. Zotëria që ishte pak më para, thë që realiteti është ku merr mahalle. Ku merr mahalle, unë jova. Jova ti? Se më beton se i bëndej. Ku ka? S'ka garanci këtu kene, fare. Si ka mundësi që flasin njerëzit e shumë? Njerëzit me çfarë them ne? Njerëzit ajo që them unë është, se janë. Po kjo është problemi se Rama thotë është ajo që them unë, Berisha thotë janë gjyr. Është ajo që them unë, llogari ti firm, ai thotë unë jam demokraci. Çfarë demokraci është? Demokraci e Enver Hoxha në 45 vjet. E në ky paçon 45 vjet thotë jam unë vetëm unë. Po pse vetëm ai është? Ajo plak 80 vjeç. Kush mendon se është më mirë sot për shembull? Në kush? Nga këto politikanë, partitë e reja, si shtatë ju janë 140 parti. Po. Kush që kush drejton thotë. Kush mendon që ka të jepet mundësia? Berisha ka qenë të japësh prapë për vete, jo se ashtu, unë faktikisht më thash reale unë jam me ato jam. Kam qenë kodën e nuk e ndryshoj fakt, po unë them drejtën, jo se i kam kush e di ata, jam të lidhur. Po unë them se Partia Demokratike ka ikur fare. Nuk ka asnjë kohë. Po ky është shkatroj se thotë jam unë thotë. Si komunizëm. Po pse po t'ishte ashtu ai me tru për shembull, t'ishte me tru, ai tak i mlidhe ata, ne thashun deri këtu kam arritur, kam drejtuar me lindë njërin që kishte ai të përgatitur joja, ta lindë aty detyrën i nri. Të ri. Ashtu drejtohesh partia. Lulin për shembull, ai kishte lënë Lulin. Lulin, e mirë që faktikisht i liri ai që vitet e 77 u ngatrua ty mori gjithë ajo rrjedha raporti. Pastaj filluan pastaj ne ata. Me bullizon. Si bullizon sot shqiptarët që do të jenë shqiptarë. Pa dashën unë flasi, një gabim ne. Lapsus emocion është. Anaj. Është shik me sedër ka emocion. Faktikisht nuk ka fare. Sa për fare. Hiç fare drejtues. Prandaj profiton. Ai ka mbrapa ka gjithë moshat e vjetra. Ku ke ti garanci? Moshat e vjetra të hyn drejtues tani. Pse tani hyn drejtues? Ai s'ka trupa, ai ka rreth truri. S'ka moj, ç'a japin moj. Prandaj thotë edhe shu e qyryk. Ai e ka mirë se kuptojmë ne po, ai thotë reale fakti. Qyrykën. Kërcit mas atij do ai qyryk për vetëm vet. Ajo ka vetëm për vetëm vet. Prandaj nuk ka garanci. Po zotëri unë përshëndes. Falenderoj
që na dhe një pasqyrë të vërtet të realitetit se si është ti. Si është ti, është shumë për vete, Pa ngjyresa, je afër Hajde, shumë. ta kalojmë Përshëndes, ti mirë. je mirë.